Mirë, kthehemi live në Real Story me doktor Ilir Ali Mehmetin, me kolegun tim Flogert Muça dhe me Priscilla Gjikonin. Priscilla, ajo që më bën përshtypje sot është pse zërat opozitar, mediatik kryesisht, por edhe politik, kërkojnë ta fusin, ta rikthejnë të çështjen e Erionit në një çështje gjyqësore, e cila padyshim kushtetuese ligjore, e cila padyshim ka aspektin e vet shumë të rëndësishëm, po nuk është aspekti kryesor. Tashmë që ndoshta nesër pritet që presidenti Bega ta firmosi, kushtetuesja sot dha një përgjigje për çfarë përket një çështje të përafërt interpretimit dhe tha e kemi mbyllur të çështjen e interpretimit të ligjit. E kemi diskutuar këtë gjë. Pra, si ka mundësi domethënë që opozita në vend që të merret dhe bëj strategjinë, bëj organizimin, bëj përzgjedhje kandidaturash, merret mbrojtja e Erionit, cilin e donin figurativisht, por jo vetëm figurativisht, të varur nga këmbët. Ka qenë njëra aty që dilte dhe thoshte ti varem litar. Dhe sot i shikojmë pash një personazh që sot e mbronin nga pamja ligjore. Unë e kuptoj gallatën që do opozita dhe normal kur shikojnë që ka plasë gjë brenda oborrit mazhorancës, është normale të bëj gallatë politike dhe të kërkojë edhe me ironi ta dëmtoj sa më shumë ta ngulë thikën sa më thellë. Por po flasim për një garë e cila përfshin 40% popullsisë. Kjo opozitë që thot dua zgjedhje të reja, ja ku i ka zgjedhjet. Kjo është një mundësi që e ka marrë në qafë këtë lloj opozite, unë e quaj si opozitë fast foodi, që gjithmonë gurin e fundit që hidhet nga Partia Socialiste, pa asnjëherë nuk ka rrugtimin, vizionin dhe koherencën e vet. Në raste kanë bërë protesta pa fund para bashkisë dhe tani që ju erdhi në dorë situata, në vend të vazhdojnë të këmbgulin për gjoja të shtohen veprat penale ish kryetarit Velia, gjëja për incineratorët, çfarë lloj gjëra që thon këta, ne shikojmë që janë bërë avokatët të tij, edhe Berisha dhe të tjerët. Edhe avokatët e Berishës janë bërë avokat falas të Veliajt. Mendoj që ka diçka që luan nëntë mes Veliajt, grupit Veliajt dhe Berishës, sepse tani unë nuk e përjashtoj, nuk është fare too much, sepse që nga momenti që zoti Veliaj del kundër vendimit të partisë që ka propozuar, e cila shikon me vizion ardhmërinë e një kryeqyteti, votat e saj, të ardhmërinë e vet politike, dhe ky e mban pazarin ke rroga e tij si kryebashkiak dhe e çon gjykatë kushtetuese që edhe sikur ta çojë Strasburg dhe kudo që ta çojë, nuk mund ngatroj çështjet e Spakut që ka me Spakun 14 çështje penale me çështjen e punës së tij, nuk arrin dot të rikthehet aty ku ka qenë, thjesht mund të marrë muajt e rrogave që i kanë munguar, por nuk mund të edhe reputacionin ama. Edhe reputacionin nuk e merr. Reputacionin e merr vetëm me çështjen e Spakut, nuk e merr me çështjen e bashkisë. Po flas për bashkinë. Për sa kohë ai e ushqeu Berishën me këtë përçarje që futi brenda Partisë Socialiste mes tij dhe Partisë Socialiste, mos harrojmë që presupozohet ishte numri 2, patjetër që Partia Berishës do bëj dhe aleanca fluide me Veliajn. Mos harrojmë që Berisha ka gjithë të ditë që nuk jepte asnjë emër, as nuk kishte një grup emrash të paktën ku të vërtitej rrotull tyre, çka biles edhe kur bëri ai Veliaj ankimin dije, mendova që edhe mund të ketë qenë një dieni e Berishës indirekte që do kishte kohë për të gjetur emra pasi do jepte Veliaj me këtë që bëri dije. Kurse sa për Veliajin do të them vetëm 2 fjalë. Bashkia e Tiranës për herë të parë është krijuar në fund të janarit të 1925-s. Do të thënë ka 110 bashki, ka pasur gjithsej 46 kryetar bashkie, po flas edhe të kohës Zogut deri më sot, edhe të kohës Enverit, dhe asnjëherë nuk ka qenë personi mbi bashkinë. E them këtë sepse më duket skandaloze që të gjithë merren me detajin e vogël, jo po gjykata kushtetuese e bllokon, po kështu, ndërkohë ne duhet shikojmë gjithmonë makro gjën e madhe që nuk duhet kishte moral zoti Veliaj, mbas vendimit që mori Edi Rama në 11 shtator, duke e shkarkuar me hall pa hall, e shkarkoi sepse nuk mund ta shkarkonte dot përpara se ishin zgjedhjet parlamentare dhe ka logjik çdo gjë. Logjik politike. Se logjik qytetare jo. Edhe qytetare ka, nëse mendojmë interesat e qytetarëve. Juridike pastaj. Interesat e qytetarëve. Biles ai vetë duhet kishte dhënë dorëheqjen që në 10 shkurt të 2025 nëse ka integritet politikani. Por unë gjithmonë nuk kam pas në një ndjesi pozitive ndaj integritetit tim, më vjen keq që po e them,
kush më ka dëgjuar e ka ditur, dhe nuk më zhgënjeu, por nuk e prisja që deri në këtë pikë, mbas të shkarkonte kryetari i partisë, të gjente dhe zëvendësuesen e tij, ai të bënte këtë lojë dhe të ushqente një opozit aq të lordhë dhe të mbaruar, sa që tani të jap dhe sebepin gjëja ta mbrojnë. E rithem, për mendimin tim, zoti Begaj edhe mund të dekretoj datat e pjesës tjetër të bashkive dhe të presim që gjykata kushtetuese ta marrë me ritëm, sepse gjykata kushtetuese këtu jeton. Tani, letra, unë e kisha zotin Begaj në intervistë javën e kaluar të njëjtën, dhe ai tha, unë ta pres shkresën nga kryeministria, e cilat më njoftoi dhe më vënë ndjeni për vakanca, dhe në momentin ta unë do respektoj ligjin, ndoshta e kemi dhe sinkronin e presidentit, ligjin dhe brenda 40 orëve do të shpall datën e zgjedhjeve, jo më herët se 30 ditë, dhe jo më vonë se 45 ditë nga i moment. Pra le të themi, i bie, po të marrim 45 ditëshin, i bie që do kemi zgjedhje në nëntor. Po mirë, zoti Velia e arriti ta fus në kolaps pak këtë gjë, sepse për sa kohë shfrytëzoi gjoja atë të gjykatës të kushtetutës që thotë që vendimet për shkarkimin mund të çojnë gjykatë kushtetuese dhe pezullohen sa të marrë vendim gjykata kushtetuese, aq më tepër gjykata kushtetuese sot më la një shije jo të mirë, sepse nuk ishte pse dilte me deklarat për një pyetje që i bënin televizion, sepse për sa kohë ajo ka këndin e saj. Varet kush televizion e ka bërë? Euronews, me sa kuptova unë, dhe për sa kohë ka këndin e saj ku publikohen të gjitha çështjet, i ka marrë në shqyrtim apo jo, doli dhe emri relatorit. Kjo është sqaroj, pra, tha e keni këtu gjenin të vend të interpretim. Besoj që kam përshtypjen që pavarësisht se s'kam një farë respekti për gjykatën kushtetuese aktuale, më shumë se për atë të shkuarën, po them që sqarimi i gjykatës kushtetuese ishte i nevojshëm, pa e keni aty tani ne kemi trajtuar një çështje të tillë dhe e keni interpretimin aty. Besoj që në këtë mënyrë i dha mundësinë të gjithëve edhe presidentit që të vazhdojë të ecë me dekretin. Megjithatë, në fund do thoya, në gjithë historinë në fakt më shkruar një shprehje shumë e fuqishme e Fanolit, që thoshte për koltukofagët shqiptar. Thoshte që koltukofagët shqiptar janë si ato krimbat që ushqehen me infeksionin e Shqipërisë dhe nuk shqiten nga koltuku. Pa edhe këtë i mërzitur e ka shkuar këtë kuriku nga koltuku vetë. Jo, se kishe për veten, edhe i shqiptar ishte. Flogert, për këtë situatën e krijuar e këtij debati, pavarësisht ato të Brisida, unë dajmë të pjesa dhe në fund fare Erioni do të ndjekë dhe ai ka të vetëm. Problemin e ka me Spakun, jo me Ramën. Tash se ka probleme me Spakun, tani e ka probleme me qeverinë, se ai ka shkuar në gjykatë kushtetuese vendimin e qeverisë. Bristi thot ta rrafin, po të mos e lejmë me qaj. Jo, unë thash, mos e thuaj këtë gjë. Unë thash ti vit turp, sepse gjithë të procedura e bën për të marrë 2 rroga, sepse për të